mbrëmjes, presidenti i Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, ka vizituar komunën e Malishevës, ku është pritur nga kryetari i komunës, Ekrem Kastrati. Qëllimi i vizitës ishte njoftimi drejt për drejt me gjendjen e krijuar nga rreshtit e fundit dhe sfidat me të cilën po përballet komuna Malishevës. Kryetari Ekrem Kastrati, pasi e falenderoi presidentin për vizitën, e informoi atë për situatën aktuale.